E pesta. Shtëpia është mbretëria e gruas dhe ajo në të ndjehet se ka hipur mbi fronin e saj dhe se është zonjusha e saj. Mjerë për ty nëse ti e shkatron atë mbretëri ku ajo jeton. Mjerë për ty nëse tenton ta largosh nga froni i saj. Nëse ti e vepron këtë gjë, dije se je futur në konflikt me të dhe dije se nuk ka armiqësi më të rrept për një mbretëri se sa kur ndokush tenton t'ia merr fronin, edhe nëse atij i duket ndryshe. E gjashta. Gruaja do ta përfitoj burrin e saj dhe mos ta humb familjen e saj. Mirë për ty nëse vendos veten me familjen e saj në një peshoj, ose ti ose familja e saj. E shtata. Gruaja është krijuar nga briri i lakuar. Kjo është fshehtësia e bukurisë së saj dhe fshehtësia se pse ajo është tërheqëse. Kjo nuk është mangësi në të. Ajo nëse gabon, tento t'ia mbulosh atë të metë dhe t'ia falësh atë gabim dhe je i durueshëm me të. Nëse tenton ta drejtosh bririn e lakuar, do të thyhet, kurse thyerja e tij është divorci. Kjo nuk do të thotë se nëse ajo gabon të lihet ashtu, po që se e lejon të vazhdon ashtu, atëherë ajo më shumë do të rebelohet kundër teje dhe nuk do të respekton dhe nuk do të sillet but me ty. Prandaj gjithmonë je në mes.